nga rritja e madhe. Dhe Rama po bën gjithçka për konfrontim, thot Berisha, ndaj ftoi qytetarët që të protestojnë për këtë çështje, njëjtë siç po vepron me reformën territoriale, duket se e ka në plan të veproj edhe me reformën zgjedhore. Foli sot për besën e prezantuar një ditë më parë nga Rama. Për këto zhvillime ne do të ndajmë një bisedë me zotin Dashamir Shej, kryetar i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar. Mirë se vjen kënaqësi që je me ne. Si e pat besën që prezantoi kryeministri një ditë më parë, një dokument strategjik i quajtur Besa, që do të sjellë kthesën e madhe për Shqipërinë është e pritshme në këtë mandat të 4 të qeverisës? Unë se të shikju bë 13 vjetë, edhe nxjerrë këshu letra që nga këto folkloret, jo Besa, jo rilindje, jo... Dhe më thonë, emra kot, fjalimet gjata nga 2 orë që së thuhet asgjë, që nga ato të vërtet ato, se midis fjalëve edhe mund ketë në gjë që vlen, por realiteti është unë pritësha për shumë që ky njeri ta lejmë këto besat e këto, se kjo është gjë një rifillim, se kjo pjesa këtu, a ishte po kjo, 13 vjetë, që besat do të kutoti, që kuptimi ka atje e para punë. Se dyta e dëgjot ju besoj, i thaj disa analiza që qëndrojnë, për shumë, ku qëndrojnë? Që brezi i ri sot ka një perceptim tjetër, për realitetin, ka i komplet një tjetër përqasi, një approach modern, që thot nuk më hymë punë mund, ku ka qenë Shqipëria, si ka qenë Brapa, thot. Unë e du sot, nga sot e për nesër, sepse fakt të rritë shikojnë përpara. Sepse si pas ti të tilla janë pritshmëritë e qytetarëve, të mos e krahasojmë të ardhmen me të djeshmen, por pritshmëritë nisin nga aty ku jemi sot. Ku jemi sot edhe është normali kjo punë. Kjo është një skeme vjetër, në kodën Verhoxhës thotë, që krahasu me vitin 38 me zongun e këto. Kishim rrit 88, vazhdohesh krahasohesh me 38. Për te i kësaj të që ta thash. Po. Shumica e fjalëve që janë bosh, po të kanë e rëndësi kjo punë. Ore, dëgjotu që thani fjalë për ekonominë, kuptimi çfarë halli kanë sot qytetarët. Edhe s'po themu që duhet të jesh një profesor i madh për këtë punë me i shpjegu. 1/3 e shqiptarëve janë pensionista, 750.000, se ka që kemi njënë, 2.200.000, si jemi më tepër. Çdo 3 shqiptar një është pensionist. Pensioni mesatar sot është i 195.000 lekë vjetër. Po i them me gjithë thot që rrim ato rritet, po i qujmë 200.000 lekë vjetër, 20.000 lekë të reja. Është pensioni mesatar shqiptar. Sigurisht që ka mbi këto pensione, them që do jenë 5-10% që kalojnë 300.000 lekë, që diku dhe një ka të këtë. Pjesa tjetër është këtu dhe nën këtës, është mesatar, kjo është të thjesht farë. Edhe po e bërës. Por me ndonë ky njeri që këto njerëz mund të jetojnë me 200.000 lekë vjetër. Kaq, s'ka nevoj fare më, as për analizë ekonomike, ky 1/3 e shqiptarëve e ka lënë të jetoj me 200 euro. Kaq, edhe në qoftë se të shi një burri më shumë, ta zemë sigur edhe ka bë shpinë, s'ka për të pagu qëra, ilaqet e vetër. 50.000 lekë që do në ilaqet, me që do jetoj këtë? Ky njeri, burë gru këto, ta lejmë ato që kanë në smundlikje, halë e tjera. Se janë mesetare i këto, 200 janë gjithë, po i konsiderojmë gjithë të 700.000 që janë në këtë nivel. Edhe s'ka nevoj fare. As për analistë tjetër ekonomike, as pas ka bërë ky sektor, ai sektor që në fakt, unë nuk shikoj një sektor që i shkëlqen këtu, përveç ndërtimit, dhe ai 2%, 3% GDP-e. Që thonë rritet për efekt, sepse ndërtimi me thonë drejtën lëviz me 20% vit për vit. Pjesa tjetër është tabula rasa. As turizm. Bujqësi s'ka. Industri pas bëhet fjallë. Shërbime gjëra tjera janë pat në vetë. Po sigurisht pa ndërtimi, po e lidhë me turizmi, se po që po ndërtojnë? Se s'po ndërtojnë ura, autostrada, po ndërtojnë hotele. Kjo e ka lëvizat e përpara. Infrastruktur, investojnë ato 5-600 milion që janë bugjetit, por gjithësi, edhe një pjesë përfundojnë këtë gjevat e qeverisë. Kjo, a dëgjot në një fjalë për një kryeministër që ka 13 vjetë me thonë, ore si do zgjedhim këtë halë, pra të thash pensioneve, se këtu s'ka nevoj me qenë pa shkollë fare, 4 klasme, pas e kuptojnë gjithë. Gjdo 3 shqiptar, një jeton me 200.000 lekë të ardhë. Edhe mund jetosh sot në këtë Shqipërinë tonë
Me 200.000 hektarë. Dhe Rama e ka pasur përgjigjen kur u akuzua se shpenzoi 4 apo më shumë se 4 milionë euro për koncertin në një artistit huaj. Më bezdis shumë ideja që ne flasim për kulturën dhe ata thonë ne s'kemi bukë të ham. Po, edhe normale. Po në fakt edhe atë ka gabimaj. Ta lejmë pare të abuzu. Nuk është kultura ajo. Ajo show. Është zbavitje. Mund të ishe cirk, mund të ishe i gjë tjetër. Kulturë ishe sikur ato 4 milion, tja kishe dhe në qandrës shqiptare kinematografike, kishe bëjnë ja 2 filme, ja 2 dokumentar tjerë, tja kishe dhe në teatrit opera se baletit, kishe vënë sken një oper tjetër e një balet tjetër, tja kishe dhe në teatrit kombëtare, teatrët të rrethave që po shuhen, tja kishe dhe në skulptorëve të kishin vu ca monumente në për Shqipërie, ca vepra arti, kjo po është kulturë. Si që e kulturë, se këtë ndonë njëri atje, nga të bëjmë për ditë, gjithë botë, për natë, po të hapësh lajmet atje. Kjo që e kultura, për këtë hargjohën paret. Plus që kjo të thash gënjeshër, këto mendojnë se shqiptarët janë, o të lujtë menqof, o të copa mishë fare. Ore, si hudhë këti 4 milion po e zemë atje, dhe do na vini 100 milione, po nga vinë kjo 100 milion, po që e kullaja. Po bënja 5 koncerte, dhe ja ku bë. Gjysma bugjetit investime, e fitoke 500 milionë, për ka vikën këto milionë? Se këto presupozojnë që ato që dëgjojnë janë hajvanër. Thuerë qërë dush, ose da besojnë, se e ke thënë ti. Të një njëjtë që në këtë loj ishe fryma e asaj fjallës që mbajti dje. Ajo ishe me i dhënë gajret atyre që ka atje poshtë, se janë trambur ato. Po një pjesë i quan Flamingo, një pjesë i quan Sorra. Si ndanë kryeministri? Ora, si ndanë, ky nda botën për gjysmë. Ky nda gjdo gjë, kush e ka drejt, o të ka Izraeli, pastaj e ka ky, a i është këshu, si s'ndaka këtë tonë Shqipni, Sorra e Laraska, gjithë ditin këtë punë. Mirë po këtë në vend Sorrave e Laraska e Flamingo, bën mirë të ndaj ato frutat e vetë që kishte, që thote më hajnë kumbula, më hajnë mollë pas shpinës time, se të që kanë fillu të hajnë dhe shalqi, para shpinës time. Se këtu gjdo ka pak që është hapë, inceneratore i është vjedhje. Algebëreja u hapë është vjedhje, akshi është vjedhje. Kuptoti, drejtorë dhe rrugëve, tuneleve janë burg. Ato të inceneratorëve janë burg, t'i lejmë gjdo ka pak që hapet në brënda gjësë publike, del vjedhje, për këto t'japi përgjigje kyre. Pastaj në janë Sorra, Laraska, ato e di vetë punë e tyre dhe i kanë bërë një shërbim mas Shqipërisë. Se në qofë se sot po flasim këtu ne. Dhe në qofë se i dje ka dalë atje. Ka dalë prej atyre aty. Se ato kanë rikëthy politikën këtu. Se këtu e politikë mërëshin 2 vetë. Ky dhe Berisha, qaj njëri tjetërin, bëjnë, kuptoti sigur po bëhet në i luftë e madhe, kuptoti dhe rrim po këto 2. Nuk e shes, zotin Berisha, përfaqësues kërkesave të protestuesve në parlament, zoti Shehi? Uroj që tjetë, po deri të shqis sështë se kampani një gjëtë madhe. Sepse pjesëmarrjen e tyre në parlament e kanë kushtëzuar me 5 kërkesat e protestuesve që nisin nga dorëheqja e Ramës. I kemi parë të shkojnë edhe në parlament këtë javë që po lëm pas, thonë që do t'jem përsëri në parlament edhe javën e ardhshme kur do të vendoset për reformën territoriale. Po unë po them të bëjnë këtë njerë ato që kanë për detyrë atje, po ato e bëjnë vetë punën vetë, nuk ka nevojë për këto, me thënë drejtë. Por të bëjnë atë reformën territoriale, që në 2015 në qofë se mba me t'ju largun, edhe dërzun nga e drama, ato e dërzun, e para punës. E dyta të bëjnë atë reformën zgjedhore, sepse para një viti prapë marrëveshje me Ramën lanat ligjë vjetër, edhe këto ishin nga mbështetësit kryesor. E kemi diskutuar shumë herë bashkë. PD edhe kjo opozita zyrtare ka 2-3 prova për para, qofë se me gjithmend ka ndryshu, si që thone, që unë se besoj fort gjënë, po, atje, kanë këto punë. Ato atje kanë linjën e vetë, kanë kriju një rrugë të re, një trajektore të re, politike, do të shikojmë si do të managjojnë këtë simpatit madhe popullore që kanë pasë. Qofë se do jenë zotë, unë mendoj që do jenë forca të rejse, jo thjeshtë e opozitës, po e të thashe gjithë politikës shqiptare. E sheh që protesta të zjas, e sheh që protesta të zjas, po shkon drejt krimit të një poli të tretë politikës shqiptare? Uroj që të bëjnë një platformë vetëm politike, gjej një formull për të organizu dhe për të paraqit para publikut, se kjo punë së bëhet ilegalisht. Do vi dita
Po do ke nevojë për institucione, se këtë thot PD. Ka nevojë për ne për të përfaqësuar ne. Sigurisht ka nevojë për institucione, sepse ke institucion do të jepet një formulë. Qoftë edhe dorëheqjes së Ramës, do shkojë paraqitet diku. Parlament do paraqitet presidencë, se kjo nuk është se do përfundoj, se vërtet thuhet revolucion. Po revolucionin kohët e sotme në Europën e sotme është një revolucion e natyrës kulturale, politike, që të regon që numrat që në një kohë caktuar ishin këtu, janë përmbys, kanë kalu në një situatë tjetër, po nuk do me thënë se do marrin këto të sfurgu dhe bajonetën, ato punë si morëm do të 90-ën. Për këtë Rama thot, vitin tjetër kemi zgjedhje, hajde përballemi në zgjedhje. Po sigurisht pra, po të përballë në zgjedhje, me Ramën dhe me ligjet e Ramës, e me rregullat e Ramës, sigurisht që dhe me atë do përballemi, kuptoni. Dhe jam i sigurt që kohët kanë ndryshuar në mënyrë të tillë që s'ka ligje që e shpëtojnë. Por sigurisht në qoftë se mendojmë që të bëhet një shtet demokratik me këtë ligj zgjedhor, çfarë lidhje ka me demokracinë ky ligj zgjedhor? Ky është ligj për atë që është i parë. Pastaj është edhe për atë që është i dyti dhe në fakt me këtë ligj kanë qëndruar në këmbë. Do dy grupe politike. Po të hapet ligji do ta shikoni që do lëvizin krejt akset e politikës, raportet me njëri tjetrin, kthehemi në një ligj normal demokratike, nuk po them se do jetë më i miri në botë, se s'ka si del në realitetin shqiptar. Po nuk mund të jetë një ligj që si herën e fundit që 200.000 vota përfaqësohen vetëm me 2 deputetë. E kuptoj. Ju keni qenë, nuk e di në sa diskutime për reformë zgjedhore, për ndryshime që kodi ka psuar, thuajse vit pas viti në vitet e fundit, apo edhe për reformë administrative. Kanë bërë kalkulime se cila nga palët që njëra palë kërkon jo më shumë se 40 bashki dhe tjetra kërkon 100 bashki? Shiko, unë gjykoj njëra palë, që unë tash nuk është se i kam numëruar, dhe unë them të rritet numri i bashkive, të ullet numri i qarqeve, i prefekturave, si që e keni vënd në emrin. Pse? Në një vënd që po bëhet 2 milion, që kuptimi ka 12 prefektura, 12 qarqe Shqipëria. Qarqe si Tirana që ka gjysmë e popullsisë Shqipërisë, qarqe pasaj si Gjirokastra, si Kuksi, që bënë 50.000 vetë ati. Shë e të rego dhe numri deputetëve nga 30-20.000 vetë kam betë. Kështu që këto të ullin qarqet. Pse them të rritet numri i bashkive? Sepse unë nuk është se i kam da, si që kanë da këto nga mënyra anë administrative. Këto i kanë da për efekte elektoralte. Unë them darja duhet jetë prej funksionit dhe prej bashkit në fund çfarë janë, përfaqësojnë komunitetin. Po të shi nuk kemi njëjti komunitet, njëjti mentalitet, ne që jetojmë këtu në Tiranë, po e zemë ato që janë brapa dajtit. Kanë halë tjera ato. Ato duan ujë, duan rrugën, duan të rritet pylli, mos pritet, kupto, duan të kenë bakti më shumë dhe këtyre njerëzve i do përgjigjë me administratë specializuar për ato. Plus që do t'i lejmë që të kemë përfaqësimin e vetë politikë, se ato s'ka në sinjerind të në Tiranë. Prandaj, dhe ato janë një komunitet që ka ca specifikat vetët. Prandaj them Tirana, qendër, zona urbane, Tirana, Malësi, Tirana, Fushë. E njëjta për të gjithë zonat e mëdha urbane, për Shkodrën, për Durrësin, për Elbasanin, për Vlorën, për Korçën. Dhe unë them, kjo lloj ndarje i shërben qytetarëve, ka përfaqësim politik, ka eficiencë administrative, ka shërbim, atje po ka dhe demokracia në fundit. Se ky të shikë që është në Tiranë tash, ky i emëron ato drejtorët që ka atje, ato të qendrave administrative që ishin ish komunat një herë i ko. Dhe ky i përdor gjithë strukturën shtetërore për fushatën e vetë. Atje dhe realiteti ky është, ato praktikisht janë komitete partije, po të paguën me parat e shtetit, jam kundër o partije socialiste dhe dimaj aktiviste vetë, po jo me bugjet në shtetit. Prandaj, këto janë gjërat që do ndryshu, kjo ka qenë mendimi im, ky, si më thënë, edhe 15 vjetë, 10 vjetë për para kërë është bërë, këtë kam dhe sot, sepse unë nuk shikoj që të kenë ndryshu raportet populatë shqiptare, përveç elementve numerik, që shumë njerëz kanë hikë nga zona rurale, kanë ardhur drejt zonës urbane, shumë qytete me gjithë urbane e rurale kanë rënë, janë drejtu emigracionit ose qendrës, edhe sigurisht nga kjo pikpamje. Po të thash, bashkia është, si thush, njësia administrative që përfaqëson komunitetin. Qofse s'kemi komunitet, bashkit pasaj janë abuzive. Se mund të vendosin mbi 2-3 komunitete që ka interesat ndryshme, ose nuk i përfaqësojnë.
disa komitete. Mbi këtë parim duhet nisin këto. Kush janë komunitetet? Çfarë ekonomie prodhojnë, çfarë specifika s'kanë përbashkë apo i bashkojnë. Prandaj edhe në gjithë botën, kjo diferencia që këtu kemi Italinë përballë, unë marr gjithnjë për shembull se e din shqiptarët, më jo se po i marr anglinën. Po. Kuptoni? Ja din sistemi. Po, ajo bashkia, komuna quhet, Comune di Roma. Po. Ka 5 milion banor, 4,5 ka, Milano s'ka 5,5. Po njëkohësisht ka dhe një bashki andej nga Alpet atje, kuptoni, Val di Susa, ku e diu, ka 2.000 banor. Pse? Sepse ato e një komunitet që kanë shumë gjërat përbashkëta. Kanë dhe një territor. Do me thënë, bashkia nuk është thjesht ndarje ose bashkim territores. Është bashkim komunitetesh. Komuniteti sigurisht i bashka lidhur me territorin, prodhon një njësi administrative, si që këtë lloj filozofie, këtë lloj shtegu duhet ndjekin ato që merren me këtë punë reformë. Me pa fatkeqësisht Partia Socialiste ta thash e ka bërë element thjesht puro elektoral. S'ka aty as politik, afat gjatë, dhe koha tregoj që po këto e bën vetë para 10 vjetëve, këto po kthehen ta bëjnë ta çbëjnë pas 10 vjetëve. Atje, pala tjetër, që të thash herën e parë, iku tash sigur i ka qartësu ca ide, po dhe ato mendojnë që ndajmë ca qika se bën ca numra më shumë bashkisë. Jo, ma nuk kanë herës. Është e vërtet që në jug Shqipërisë ka shumë bashki të vogla, edhe shfrytëzohen të thash për këtë punë, që edhe atje mund të bashkohen. Po unë të thash, qoftë se do ndigjesh ky princip, që akoma kemi ndasit madhe, mini zonës urbane, zonës rurale. Kemi specifikat cilat janë qëndrueshme të paktën dhe janë 2 dekada tjera. Hajde t'i vëmë këtë princip, se do t'i shironi bashkitë e mëdha, sidomos ato urbane, për të bërë detyrën që duhet të bëjnë, që është arsimimi, kultura, kuptoni, shërbimi shëndetësor, se nuk mund ngresh si spital, kuptohet ajo punë, çdo bashki. Shërbimi shëndetësor, planet urbanistike, arkitektura e qytetit. Të gjitha këto që i shërben edhe asaj bashkisë rurale, e cila nuk është në gjendje t'i prodhoj ato. Këto janë principet mbi cilat gjykoj unë, jo se bëj themon, këto janë shkruajtur me ke karta autonomisë lokale të Europës. Janë shkruajtur me dhe qartësisht sepse Europa, më shumë se bashkim shtetesh, është bashkimi i komuniteteve dhe pavarësia e liria e Europës buron nga pushtetet lokale. Se ndryshe Europa janë vëndet të bërthyme me nacionalizma ndryshme. Si do ndahen belgët, gjysma flaming, gjysma valon, po kush i ndan, kush i bën pavarë, kush i bën të jenë të lirë dhe brenda Belgjikës. Flamingët atje, kuptohet. I bën autonomia lokale. Zoti Shemi, qënë se jemi drejt fundit, çfarë do të sjellë stina e re politike? Do të thënë se politika do të shkojë me shumë gjas nga gushti me pushime, se sa i mbetet në dorë të tyre, protesta, sipas disa prej atyre që dalin çdo ditë në shesh, nuk do të ndalet. Çfarë do të sjellë shtatori për politikën, për drejtësinë shqiptare, cilat janë pritshmëritë? Se pak më parë ne trajtuam rastin e Shpend Ahmetit, ish prej Bashkiakut Prishtinës, që është arrestuar për mos deklarim të 172.000 eurove pasuri. Ne çfarë do të presim? Që ka fugara, me thënë drejtë, krahasuar me këto tonë, në qoftë se këto. Po, unë jam optimist, që të thash, mas kaq i viteve, që nga 2008, që është dhunimi definitiv i demokracisë shqiptare, që është aberracion i lirisë, i drejtave të njerëzit, atje për herë të parë po bëhet politikë. Po bëhet politikë, ka 3-4 grupe, ka njerëz që mendojnë me mendjen e tyre të lirë, atje ka tentativa për të organizuar ndryshe, për të gjetë një shteg të ri politik, një trajektore të re. S'ishin deri dje këto, s'ishin fare nga kjo. Të jep shpresë fakti që janë kundër të gjithë klasës politike? Edhe ajo është një element i mirë. Sigurisht që unë nuk jam as nga ato, ta thash, jakobinët. Për shembull ato thonë ky burg ai burg, po unë po them drejtën për të futur në burg njerëzit e ka drejtësia, nuk e ka pjaca, sheshis, ashtu. Por ta thash kam pru shumë gjëra të reja, sikur nesër të mbyllet ajo protesta. Që unë biles jam prej atyre që edhe kam sugjeruar, mos harxhoni energji mes vapës, në kohë plazhe, se janë dhe trije normal zvoglohet numri, sepse ja go shtatori. Do vi prap problemet me këtë qeveri janë po ato. Po humbi fryma të shehi, bën prap bashkë në shtator? Po, bën më shumë. Edhe dhe ashove që se në fundit nuk mendoj që kjo punë do mbyllet të shi.
atje një para punës. E dyta të thësh, kanë thy frykën. E treta e kanë ndërkombëtarizu problemin. Sot Europa dhe Amerika e kanë kuptuar që ky zotëria që qeveris Shqipërinë prej shumë vitesh, jo vetëm që si ka punët mirë, se don populli vetë. Po me gjithmeni pa ka bërë një pjesë tyre zullumeve që i akuzohet. Deri dje kishte luksin, kuptoti ta priçin, ta përcjellshin edhe dukte këtu shqiptarët e shkret nga ajo. Kuptoti ka rrikja vete e hallëve, ka i herë dhe të padije, se kuptoti thoni, ora, ky është në përfaqëson. Nuk që e ka kështu pra, që e ka ndryshë, po kujtohen dhe Europa dhe Parlamenti Europian dhe mediat botërore që Shqipëri nuk shkojnë punë të mirë. Edhe ky zotëria nuk mund ta përfaqësoj më po. Do me thonë, janë bërë kaq shumë gjëra në këto 50 ditë, sa që në 15 vjetë që rrim në opozitë, si kemi bërë dot, me thonë drejtë. Për të pasat simpati popull. A ka atje njerëz, grupe të ndara, grupe, interesat ndryshme, a ka karrierista, a ka rivista, ka me si kudo. Po iranian, grek, rus. Sa junë më këto, dashit koreanë jugorët kanë hyrë kote fundit. Ato po e managjojnë. Që e marrin atë kohë sigurimit, kohë se mverhoqës, dhe me thonë, dhe sot shiten atje, dhe ka njerëz që i dëgjojnë me vëmendje, shikare si qeka e vërtet. Keni kaluar ju nga protesta? Unë rri për natë, me thënë drejtë, sigurisht, si qytetar. Kanë tentuar t'ju largojnë? Ja, ty po rri si qytetar, unë s'du të hyp atje, ajo është hapësira e tyre, edhe kanë drejtë të mbajnë. Unë maksimumi sugjeroj këto që thashë, unë besoj që i kam dalë për Zot, me aq dije sa kam. Plusi nuk kam unë, edhe moshën të shqitë pa i flamorin atë pelikanin krak, e kam unë edhe pelikanin edhe luanin tim, ja vi këtu, flasat tjetë, besoj që në atë modestin time jam akoma relativisht i pranushëm dhe i pëlqyshëm. Pasaj ato zgjidhen, besoj që e kanë marrë drejtime dhe da zgjidhin vetë. Diku dorëzojnë, diku të gabojnë, si të gjithë lëvizjet e reja politike. Po ama shtekun kryesor e kanë gjetë, me thonë drejtë. Zoti Sheh, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju, shikues të nderuar që qëndruat me ne. Takojmë bashkë nesër në orën 11 për zhvillimet më të fundit. Ju kujtoj se mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit, dysjnm.com.